kur diçka vërtet e duam ose ka një rëndësi në jetën tonë, është ajo pjesë, pra është vetë zemra që krijon këtë lidhje. Gurgjia thotë që zemra është ajo portë që na lidh me ato çfarë ne jemi në të vërtetë. Dhe Gurgjia thotë sërish që zemra nuk është ajo çfarë ne referohemi, pra si zemra fizike, por në fakt dhe pytet, ka pyetje të vazhdueshme, ku ndodhet zemra? Vjen një moment që diçka brenda teje zgjohet dhe është aq e fuqishme sa nuk e ke përjetuar asnjëherë në jetën tënde. Dhe prandaj praktikat shpirtërore, Flavia, janë aq thjeshta ndonjëherë, se thjesht duhet të ndalosh edhe të shohësh çfarë ndjen. Gurdev Bargadas. Flavia, Gurdev. Si jemi sot? Sot jam top. Bargadas, neve na është një dhuratë shumë e çmuar e cila është zemra. Dhe është pikërisht ajo për të cilën edhe ne do të diskutojmë pak më gjerë sot. Do ta nisim me një specifikim që kam nevojë që të bëjmë, po ndoshta edhe një pyetje, kush është diferenca e zemrës, domethënë nga ana fizike dhe si konsiderohet ajo në pjesën shpirtërore. Kur flasim për zemrën, nuk i referohemi flas në rrugën shpirtërore, ose kur flasim ndjej nëpërmjet zemrës ose lidhur nëpërmjet zemrës, ajo çfarë ti the, domethënë nuk i referohemi zemrës fizike. Mund të gjejmë domethënë mënyra të ndryshme se si i referohen zemrës, sidomos gjithashtu edhe në spiritualitet, në rrugën shpirtërore. Gurgjia thotë që zemra është ajo portë që na lidh me ato çfarë ne jemi në të vërtetë, pra natyrën tonë të vërtetë, shpirtin. Pra është porta ku shpirti flet me ne. Dhe është ajo çfarë na lidh me gjithçka. Pra ajo esencë ku nëpërmjet saj ne kuptojmë që gjërat nuk janë të ndarë, qoftë edhe njerëzit. Pra dhe ne nëse shohim me gjithçka që lidhemi, kur diçka vërtet e duam ose ka një rëndësi në jetën tonë, është ajo pjesë, pra është vetë zemra që krijon këtë lidhje. Cila është marrëdhënia midis zemrës edhe mendjes, Bargadas? E kemi folur për mendjen dhe kemi përmendur që mendja është goxha komplekse për natyrën e saj. Dhe Gurgjia thotë sërish që zemra nuk është ajo çfarë ne referohemi, pra si zemra fizike, por në fakt dhe pytet, ka pyetje të vazhdueshme, ku ndodhet zemra? Me që nuk është në krahëror, nuk është kjo zemër. Dhe Gurgjia thotë, nuk është diçka fizike, dhe thotë është pjesë e mendjes. Pra mendja ka shumë funksione, dhe është një pjesë e mendjes, pra ajo pjesë e mendjes që na lidh ose një urlidhse me atë kush ne jemi në vërtetë. Pra dhe shumë herë po themi e përdorim mendja intuitive, dhe është pikërisht zemra, pra. Më erdhishme natyrshëm do të pyes, Bargadas, a komunikon zemra me ne? Domethënë nga ajo që po thoje? Pa nëse shohim, po themi, gjëja e parë në rrugën shpirtërore na mësohet që ndjej. Po themi, një ndër gjërat më të rëndësishme që Gurgjia mëson, thotë të mësosh të ndjesh. Po themi, edhe kur je duke bërë diçka në punën e përditshme, edhe kur je duke bërë një praktik shpirtërore, ndjeje atë që je duke bërë. Pra tu nënkupton që është nëpërmjet pra zemrës që ti lidhesh me atë çfarë bën, lidhesh me atë çfarë ti je. Dhe po kjo domethënë bëhet më evidente, më e dukshme kur mendja fillon të transformohet, pra kjo mendje që është duke vrapuar si jashmin gjërat e jashtme, dhe prandaj ne themi që të kthehesh nga e jashtme, të kthehesh në të brendshme, pra të mësojmë të jetojmë me këtë lloj ndjesi, me këtë lloj mënyre jetese. Po kush është dallimi, Bargadas, midis veprimeve që ne bëjmë nga zemra dhe ato që vijnë nga logjika? Kur bëhet fjalë për logjikën, gjithmonë ka dyshim. Pra nuk jemi plotësisht të qartë. Në ato po themi, kur kemi disa alternativa, po gjithsesi ne shohim jetën tonë, kemi disa alternativa, duhet të bëj këtë apo do bëj atë. Çfarë është e rëndësishme, është kjo apo është ajo? Ne shohim që çdo ditë jetës tonë kjo është prezente.
Ndërsa kur fillojmë pra kur e transformojmë nëpërmjet praktikave shpirtërore mendjen tonë, ne bëhemi më të ndjeshëm. Po them ne shohim, lidhemi më lehtësisht me njerëzit. E ndjejmë më lehtësisht çfarë vërtet dashuria do thotë, çfarë lumturia do thotë. Pra bëhemi më intuitiv dhe kur bëhemi më intuitiv, atëherë nuk ka dyshim. Dhe prandaj ne shohim, po themi, njerëz që janë të vendosur. Kur them vendosur, nuk po them kokfort. Po je i vendosur sepse ti e ndjen atë gjë. Po themi ti e ke ndarë shumë historinë tënde. Ndoshta gjithë njerëzit kanë qenë kundra për zgjedhjet që ti ke bërë, jo vetëm në rrugën shpirtërore. Dhe e ke ndjerë, ndoshta edhe pse gjithë njerëzit kanë qenë kundra, e ke ndjerë. Pra ajo është kur zemra të flet dhe forca e saj është më fortë se mendja. Dhe atëherë nuk mund t'i shkosh kundra. Pra është më fort, është një thirrje më fort. Dhe është ajo kur vërtet zemra fillon flasi dhe për këtë mund na ndash. Mund na ndash diçka që po themi ke vënë re ose gjithë secili e vën re në jetën tonë. Dhe unë e kam darë bargadas në historinë timen dhe për mua, përveç faktit të qenit të pranuar, të cilin e kam pasur një nga pikat e mia më të rëndësishme, ajo çka tjetër është lidhur me rrugën e baktit ka qenë pikërisht të ndjekurit, të ndjesive të mia me zemër dhe duke qenë e kritikuar pak në vazhdimsi do thoja për faktin që e ndiqja zemër dhe në disa momente, disa veprime ose disa tolerime që unë kam bërë me njerëzit e tjerë ose ndaj njerëzve të tjerë dhe situatave të ndryshme, ja konsideruar si diçka e të zgjatur ose më e butë se ç'duhet ose më tolerante se ç'duhet, ndërkohë që ajo ka qenë thjesht një ndjesi ime për të lënë të shkoj diçka negative ose ndjesi negative dhe pse jo për të qenë e aftë, do të thënë për të dashur pak më shumë edhe për të toleruar pak më shumë. Dhe mendoj që kjo të ndjekurit të zemrës jo vetëm që përmirëson edhe jetën e përditshme edhe të bën që mos mbartësh ngarkesa emocionale, inate dhe ta fusesh veten pikërisht në ato kubin që rrin dhe mendon që se pse ma bëri, pse ja bëra, pse e fala, pse e fala. Pikërisht kjo të ndihmon edhe në të qenit dhe të pasurit një jetë më të shëndetshme edhe për veten tënde. Po unë kam një pyetje për ty Bargadas, që është personale. Dhe kam, me që jemi në këtë temë, dhe doja shumë që të kisha një përgjigje, ndoshta nuk të jetë fiks, po thjesht një mendim të ndjen. Duke qenë se sa herë që jemi në Tarshan, kur duhet të takojmë Guruxhin, kam një ndjesi aq të fortë së brendshmi, sa shpesh më duket sikur nuk e përballoj dot fizikisht. Çfarë është kjo? Është pikërisht ajo lidhja e shpirtit tim me zemrën që e bën kaq të fuqishme, pra janë në një komunikim me Guruxhin edhe me hyjnorën që unë ndihem sikur nuk e kam mundësinë për ta përballuar fizikisht. Kjo është eksaktësisht çfarë po ndahen tani. Kjo është e gjithë rrugtimi shpirtëror. Pra gjithçka që ti po ndahen është diçka që ne përgjithsisht nuk e njohim, ose shoqëria ose gjithçka, mënyra se si jemi mësuar të jetojmë. Ne këtë pjesë nuk e njohim brenda nesh. Dhe prandaj kur flasim po themi në spiritualitet, që një veten. Dhe po, është e lehtë ta thuash, por çfarë vërtet kjo do të thotë? Dhe pra gjithçka që ti ndave tregon që është diçka më thellë brenda nesh. Ose ne jemi më shumë se sa shohim ose ku dim karakteri, personaliteti që kemi krijuar gjatë ecurisë jetës. Pra çfarë është kjo që si jemi përballur asnjëherë? Po themi, dhe kjo ka qenë për shumicën nga ne, po themi siç ndave ti, siç kam ndarë unë dhe siç kemi dëgjuar dhe shohim. Pra ne vjen një moment që diçka brenda teje zgjohet dhe është aq e fuqishme sa nuk e ke përjetuar asnjëherë në jetën tënde. Pra kjo do të thotë dhe prandaj fuqia e një mjeshtri shpirtëror është pikërisht kjo, aftësia për të zgjuar ato çfarë
dhe kush ti je. Dhe gurgjia thot, po themi, vi njerëz për bekim, dhe unë sigurisht i shoh ata në sy, por ai thot, nuk jam duke parë sytë të fizik, ose sa të bukur ju i keni sytë. Unë jam duke parë atë çfarë ju jeni në të vërtetë. Pra prandaj ne themi, ose gjithë mjeshtrat e kanë thonë, që ju jeni duke kërkuar për atë dashuri o të lumturi, ju jeni ajo. Thjesht duhet të ndaloni duke kërkuar gjërat, pra nga gjërat e jashtme, dhe thjesht ndaloni ta shohim. Herën tjetër ne folim për mirëqenien, për mirënjohjen. Pra kur e vlerësojmë mirënjohjen, atëherë kur ndalim dhe shohim atë që kemi, dhe jo duke vrapuar për atë që duam të kemi. Dhe është pikërisht ajo çfarë ne jemi, dhe një mjeshtër shpirtëror, pra kur ne jemi përballë me atë, në farë mënyre ai zgjon brenda nesh dhe na thotë, kjo është natyra juaj. Pra kur thua që zemra ime rre, është thjesht duke na kujtuar, wow, ka qenë gjithmonë brenda meje, po pse kam harruar? Dhe kjo me thënë drejtën është esenciale në jetë, është esenciale në rrugën shpirtërore, dhe që njeriu duhet kuptoje që nëse ne nuk e njohim këtë, çfarë një mjeshtër na e zgjon, atëherë çfarë kuptimi do kishte jeta, Flavia? Dhe kjo është detyra një mësuesi shpirtëror. Dhe pastaj detyra jonë është që ta njohim, ta ecim. Dhe ne kur e kemi zvoluar këto ndjesi kaq të bukura, ndaj edhe rendim pas tyre dhe nuk ndalojmë, përgatas në këtë botë fizike ku ne jetojmë, si lidhet zemra me dashurinë që ne japim dhe dashurinë që ne marrim? Është diçka shumë prezente. Do të thënë një njeriu, mënyrën se si po jeton, është motivi i vet jetës. Pra për të ndjeri pranuar dhe për të pranuar, për të ndjerë dashuri dhe për të falë dashuri, gjithçka që ne bëjmë, pra qoftë jashtëmi, qoftë zbëndshmi, në sens, nëse e kuptojmë, edhe pse mundet t'i vendosim emra të ndryshme, në thelb jemi duke kërkuar gjithë ato. Çdo njeri, çdo qenie njerëzore e pranon as e pranon, e don këtë dashuri. Dhe gurgjia thot, nuk kam dëgjuar asnjë njeri asnjëherë të vije dhe të më thotë që a ka mundësi të më bësh të mirë? Nuk ka ndodhur asnjëherë. Të gjithë vinë, a mund ta përmirësosh jetën time? A mund të më bësh të lumtur? A mund të bësh ta ndjej më tepër dashurinë? Dhe kjo është esenca e jetës, dhe prandaj kur ne fillojmë edhe japim kohë duke njohur, pra kur flasim për këtë zemër, dhe prandaj praktikat shpirtërore, Flavia, janë aq thjeshta ndonjëherë, se thjesht duhet të ndalosh edhe të shohësh çfarë ndjen. Pra çfarë ndjen brenda teje? Çfarë do të jetë? Çfarë janë mendimet e tua? Çfarë ndjen në trupin tënd? Cilat janë ndjesitë tua? Cilat janë emocionet tua? Dhe kjo është ku ne fillojmë të lidhemi me zemrën tonë. Dhe atëherë dashuria fillon edhe zgjohet natyrshëm. Edhe atëherë fillojmë të lidhemi natyrshëm me njerëzit, fillojmë të ndjejmë dashurinë e tyre, dhe gjithashtu mund të falim dashuri. Dhe prandaj burimi është brenda nesh. Dhe prandaj njeriu ndonjëherë vuan për këtë gjë, sepse nuk është i hapur, nuk beson tek zemra. Nuk beson te ajo që është brenda, nuk beson tek dashuria. Dhe kjo do thoja është një ndër gjërat që vërtet nuk e lejon njeriu të jetojë, të mos besosh tek dashuria brenda teje. Në fakt atë do të pyesja, apo ti e specifikove vetë në lidhje me besimin tek dashuria. Po përgatas, është zemra një mjet të cilin Zoti ne ka dhënë për të kuptuar edhe të tjerët? Është një mjet i cili do thoja që na lidh me të tjerët. Po themi gurgjia thot diçka shumë të rëndësishme sipas meje. Kur ju keni lidheni me dikën, lidheni me njerëzit, i doni njerëzit, në fakt thot, nuk jeni duke dashur atë person, por jeni duke dashur hynoren që është brenda atij personi. Dhe kjo vërtet bën shumë sens. Pra, dhe dashuria, pavarësisht se shfaqet nga secili në forma të ndryshme, në thelb është e njëjta tek çdo person. Pra çdo njeri kur zgjohet dashuria, është e njëjta, se
tek secili person, sepse çdo person do të lidhet me tjerë, do të bëje diçka për tjerët, do ta ofroje veten, do ta sakrifikoje veten. Dhe kjo është ajo natyra e vërtet brenda secilit, dhe Guxhia prandaj thotë që ajo është hynoria që është brenda secilit. Unë prapë kam diçka përgatas këtu. Ja, pas kam shumë pyetje sot nga diskutimi jonë. Në rastet të caktuara, ku pikërisht nuk të që ti sapo ndave, ku ne shohim hynoren brenda dikujt tjetër. Personin tjetër nuk e ka parë ende këtë gjën. A ndodh që ne që jemi kaq të hapur për dashurinë të shkënjemi dhe më shpesh në këtë botë fizike? Atëherë, ku ka dashuri, ose sa më afër jemi dashurisë hynore, aq më pak pritshmëri ka. Dhe prandaj e kemi prekur dashuri e limituar dhe pa limituar. Dashuria njerëzore, po themi, është e limituar. Pra të dua nëse nuk më do. Jo, të dua nëse më do. Dhe ne shohim kur marrëdhëniet, po themi, prishen në aspektin njerëzor, ku tjetri është vendos dashurinë e tij ose humbi interesin për ty, dhe çfarë bën? Thjesht nuk ke interes më për atë person, dhe Guxhia thotë, kjo nuk është dashuria. Pra prandaj thotë që Zoti ju don ashtu siç jeni. Dhe ne shohim, po themi, e shohim që shumë njerëz shkojnë përballë Guxhis, për bekim. Dhe ai thot vazhdimisht që ka njerëz që vinë me shumë gjykim përballë meje, dhe unë e di gjithçka që është duke ndodhur brenda kokës tyre. Por për mua ajo nuk ka rëndësi, unë shoh dashurinë brenda tyre. Pra unë i dua njerëzit një lloj, si vinë apo nuk vinë. Por edhe pse njeriu zgjell çfarë bëjmë me jetën tyre, por për mua gjitha qenjet njerëzore janë një lloj. Unë e shoh dashurinë dhe e shoh hynoren tek secili prej tyre. Pra prandaj duhet të shohim, dhe kur flasim për dashurinë hynore, është dashuri që është e palimituar, pa kushte. Dhe sërish e gjitha kjo, prandaj rruga shpirtërore, gjitha kjo për të njohur, dhe prandaj kur flasim për rrugën shpirtërore, edhe shohim pse nuk është aq e lehtë, sepse ne jemi mësuar dhe po jetojmë një jetë shumë të kushtëzuar. Dhe eksaktësisht është çfarë rruga shpirtërore të mëson, se po themi ne përgjithsisht jemi mësuar dhe shohim Flavia, jemi mësuar ose jemi të orientuar shumë drejt të vetes. Dhe gjëja e parë, besoj është një ndër gjërat që ti e vë re. Gjëja e parë kur futesh në rrugën shpirtërore, fillon edhe kupton që jeta është rreth të dhënurit. Çfarë mundet të ofroj dhe jo çfarë më ofrohet. Dhe kjo është dashuria, pra kur dashuria vërtet fillon të zgjohet, ti je gjithmonë gati për të ofruar, për të gjendur afër njerëzve. Nuk jam duke thënë afër në dramat e tyre, por vërtet për qenë afër tyre, që çdo kush ta njohë atë çfarë është brenda tyre. Dhe këtë sërish besoj e vëre çdo ditë jetës tonë gjithashtu. Shumë e vërtet është në fakt kjo që sa kose bargadas, unë do doja që të kisha një specifikim, ndoshta si mund ta kuptojmë neve që sinjalet që po na jep zemra që ne po veprojmë drejt. Sepse është një ndjesi shumë e fortë dhe është konstante. Po përgjithsisht po ta shohim, po themi, po ta vëzhgojmë çdo ditë jetës tonë. Nëse jemi të orientuar drejt mendjes, mendojmë kjo është e duhur, po themi, mendojmë sot. Dhe ka një kohë zgjatje. Po vëmë re që nesër ose një ditë tashme ndryshon dhe jo, nuk është kështu, po është kështu. Ndërsa diçka që vjen nga brenda nesh, pra që lidhet me zemrën atë çfarë theje, është diçka që është konstante. Dhe Guxhia thotë kur orientoheni drejt zemrës, atëherë natyrshëm bëheni më të qetë. Pra që të thotë doni të keni më tepër kohë për veten tuaj. Dhe prandaj ne shohim shumë persona, po themi, që kanë shumë vështirë të rinë vetëm.
dhe gjithmonë duan shoqëri, duan gjëra të bëjnë. Edhe kjo tregon që sa më tepër kjo ndodhje, aq më larg asaj çfarë kushti je, është duke ndodhur. Dhe prandaj praktika sërish shpirtërore na kthejnë te vetja jonë dhe të lidhemi me atë çfarë ne jemi, të lidhemi dhe atëherë jeta jonë, cilësia e jetës tonë fillon të ndryshojë. Në botën e jashtme ose për njerëzit të cilët nuk janë në spiritualitet, shpesh kjo evidentohet si një sjellje ose egoiste ose e çuditshme për ta në fakt. Të paktën kur ti fokusohesh, mbyllesh edhe përpiqesh që të jesh shumë më i qetë. Jo përpiqesh, po të vjen natyrshëm që të jesh edhe më i qetë për shkak të praktikave, për shkak të fokusit të cilës ti i jep pozitives dhe jo negatives. Të paktën unë jam ndeshur edhe me komentet natyrës që dukemi indiferente. është pak i çuditshëm perceptimi i jashtëm në fakt edhe. Kjo është e vërtetë dhe është një ndër gjërat që është më theksuar dhe mendoj që është një ndër gjërat që ka vërtet nevojë të kuptohet në mënyrë të drejtë. Sepse edhe një herë, ne si kuptojmë gjërat janë shumë të kufizuara. Po ne themi, familja ime, njeriu im, i dashuri apo e dashura im, burri apo bashkëshortja ime. Dhe kjo sërish ne kufizohemi, pra bëhemi një mini botë. Dhe jo, çdo qenie njerëzore është një lloj. Pra kur flasim për këtë dashuri është e palimituar. Dhe prandaj nëse ne shohim në këtë formë, pra e imja, dhe prandaj njeriu sot vuan, pse? Sepse nëse e shohim në këtë formë, kur ti e humb diçka, një person, po themi që ti e konsideron të dashur, dhe akoma nuk e ardhur në atë pikën që e shef këtë dashuri të gjithkush, atëherë vuan. Dhe prandaj njeriu vuan sepse humbet gjërat e dashura. Edhe kjo nënkupton që mos duaj vetëm diçka që është e kufizuar, para jenë gjendje duash gjithkënd. Dhe prandaj kjo gjëja e parë që kemi vënë re edhe te gurgjia, kemi vënë re që ndoshta ne se kemi takuar asnjëherë. Dhe sërish ndjejmë diçka që na tërheq drejt ti dhe shohim atë që fal dashuri njerëzve nga çdo vend i botës. Dhe pra kjo është aftësia për dashur çdo qenie njerëzore, jo vetëm familjen tënde ose grupin tënd të shoqërisë. Okej, don ato, nuk ka asnjë lloj problemi, po kur ti humbish, atëherë çfarë të gjesh? Çfarë të duash? Dhe mendoj kjo ka nevojë të kuptohet, dhe kjo është rruga shpirtërore. Dhe kjo është e vërtetë kjo që theti, që duket sikur kufizohemi nga bota, por që koncepti si një person që është në rrugën shpirtërore me një person tjetër e sheh jetën, janë dy gjëra të ndryshme. Pra dhe kjo gjithsecili duhet ta zbulojë, duhet ta bëjë experience, çfarë vërtet kjo do të thotë. Pak edhe se ta mbyllim edhe me një sugjerim edhe një këshill ndoshta për të gjithë ata që na dëgjojnë. Si mundemi ne që të bëjmë zemrën rrëfyesin në jetën tonë të përditshme dhe ta kemi të mbushur me dashuri të përditshme. Okej, tani më thua çfarë bën ti, po themi? Unë zgjohem në mëngjes edhe përveç faktit që kam një rutinë të cilën e kam të stabilizuar tashmë. Në momentin që zgjohem, filloj me mirënjohjen, me thënë të përpiqem që të jem relaksuar, kryej ato frimarjet e mëngjesit edhe të mendoj pozitivisht që kjo do të jetë një ditë shumë e mirë. Edhe që jam e qetë edhe jam ndjem për dashuri. Të paktën kështu e nis ditën. Pastaj ka momente që gjatë ditës edhe kemi lohatje se puna, se dikush desh të shtypi me makinë, edhe fillon ajo rutina që të prish dhe të destabilizon ndonjëherë. Po gjithsesi unë përpiqem që ta kaloj fokusin të gjithë kohës, të paktën kur jam në momente të vështira, nervozizmi ose të diçkaje e cila më prish gjithë
ndjesitë pozitive të ditës, përpiqem ta kaloj fokusin tek urgjia, e cili, siç e kam thënë edhe ndar më përpara, është busulla në jetën time të përditshme, edhe shpresoj që të jetë edhe më pas kësaj jete. Eksakt, dhe prandaj se ne kur flasim, po themi, kur e gjejmë ajo çfarë po ndodhen tani, të fokusohesh tek ai. E vërteta është që të fokusohesh në sensin tek vetja jote, ose të fokusohesh te diçka që të kthen tek vetja jote. Dhe po themi edhe unë, ose kur e ndajnë jemi njerëzit, të fokusohesh tek urgjia, për çfarë do thotë, sepse shihet, po themi, si një person, okay, po sepse është pikërisht ai person i cili të kthen te vetja. Dhe është eksakt çfarë ti po the, që mënyra më mirë është vetëm duke kthyer te vetja jote, duke gjetur sado pak kohë për veten tënde. Edhe pa ty bota do eci, gjithçka do zhvillohet. Dhe ne jemi të shqetësuar, okay, po ndalova tani të rrim pak me kohën time, gjërat do ndalojnë. Jo, asgjë s'do të ndaloje. Vetëm thjesht është shqetësimi i jon, gjithçka do ndodhi. Pra kur ne gjejmë kohë për veten tonë, atëherë do fillojmë edhe kuptojmë çfarë vërtet kjo do të thotë. Dhe është aq e thjesht. Sigurisht rruga do ecet. Por që të kuptojmë avash, thjesht duke ndarë nga pak kohë me veten tonë, dhe gjërat do fillojmë t'i kuptojmë më lehtësisht. Bargadas, faleminderit shumë. Ne do shihemi në episodin e radhës. Take or Dev. Faleminderit dhe ty, Flavia, ishte nice. Take or Dev.